Përshëndetje. Përshëndetje. Duke si siluet në fillim. Oh. Siluet. A e di pse thon siluet asaj? Siluet. Pse i thon siluet? Si thua një vizatimi, vetëm një hije. Bardhëzi, thjesht hija, po. Po, pse i thon siluet? E di pse i thon siluet? Siluet. Vjen, po thohem me që ti dukesh si siluet, po thoja që nga vjen fjala siluet. Po. Siluet, duket e pabesueshme, po. Siluet, në fakt ka qenë një ministri financës i francez i Luigi XV, që quhet Etienne de Siluet. Etienne de Siluet ishte, domethënë ishte aq, domethënë kërkues, aq dorësënguar, saqë domethënë ndërmori ca masa, duke duke i penguar, duke i bllokuar të gjithë investimet, sepse shumë kursimtar. Edhe ata në shenjë proteste visheshin me rrobat ata siluet. Edhe ngeli pas siluet për një vizatim që ka vetëm pak gjëra, siluet. Emrin e tij. Atëre, gati për pyetjet. Ja, kështu është. Populli gjithmonë i gjen ato përgjigjet po. Ja vjen notën kujdo. Përshëndetje apo jo? Po, janë të gjithë. Janë gjithë gati. Are you ready? Pasum. Atëre, vazhdoj me pyetjet. Patjetër. Atëre, pyetja e parë. Ne kemi ngelur këtë pyetja edhe unë do jap një ndihmë kolosale për pyetjen në lidhje me Borbardhën. Atëre, çfarë këngë, dhe tani po them, nga që është e famshme shumë, çfarë këngë të Beatles duhet këtë kënduar Borbardha? Tash ti po. Kjo është ndihmë. Çfarë këngë të Beatles duhet këtë kënduar Borbardha? Duhet këtë kënduar Borbardha. Hey, ju, jeni gati? Tash ti mo, vetëm me dhënë titullin e këngës, s'ka çfarë të thush më vesh. Atëre, kjo pyetje u bë domethënë java e dytë apo e tretë, më duket që Po çdo javë ka një ndihmë, çdo javë nga një ndihmë plus. Çu duhet bëhen këto videot? Që çdo javë, po nuk u gjet të jepet ndihma tjetër. Besoj se ndihma ishte domethënë mjaft konsistente si ndihmë. Domethënë mjaft. Ja po presim njerëzit të na përgjigjen këtu në TikTok. Ishte ezauruse. Yesterday thot. Yesterday. Jo, hey Bella, hey. Beatles. Hey you Beatles. Një pyetje është pse busulla tregon nga veriu gjithmonë? Pse? Sepse është magnetike. Dhe magneti është prerë në drejtimin e një gjilpëre, në drejtimin e dy majave të gjilpërës. Jug-veri. Ku ka pasur shenjën veriu dhe jugu. Po. Është prerë në atë formë. Nuk është prerë në perëndim dhe në lindje, veri perëndim jug lindje. Normalisht nuk tregon vetëm. Është parë nga e ka nordit dhe sudin magneti, është drejtuar një herë magneti nga jugu veriu, është llogaritur, është matur në laborator. Po jo. Është ditur nordi dhe sudi magnetit dhe pastaj është prerë në drejtimin e asaj. Normalisht nuk tregon veri. Normalisht tregon dhe jugun. Do të thënë, por normalisht magneti, ana nord e magnetit, nuk mund të drejtohet drejt nordit veriut të tokës. Nord dhe nord thyen. Kështu që nordi i magnetit drejtohet drejt jugut të tokës. Dhe poli i jugut të tokës është në polin e veriut gjeografik. Atëre, tani për Borbardhën na shkruan Valdeti. Valdet. All you need is love. Ladies? All you need is love. All you need is love. Jo. Po. Hey! Është e famshme Beatles, është e famshme. Hey! You Beatles. Hey! Pu. Tani, ne kemi edhe pyetje tjera, apo jo? Po, patjetër. Atëre, për shemb ta fillojmë me pyetjen a la milioner. Po. Atëre, Houston, kemi një problem. Ishte mesazhi dramatik i dhënë nga ekipazhi i kujt? I Apollo 11, B. Apollo 13, C. Apollo 15, D. Apollo 17. Ty të kujtohet besoj Erald. Unë e gjeta. Houston, kemi një problem. Ose pas një problem. I'm wishing
Jo, Hey, Apollo 11, thot dikush. jo. Beatles Edhe janë pse, a? themeluesit e Apple, thot dikush. Dakor, për Beatles, pra, unë po them që Borbarda duhet të kënduar një këngë të Beatlesave. Shumë e famshme. Edhe prapë po ndihmoj, hey, ju që se gjeni dot. Hey, ju që se gjeni dot. Hey, gjeni. Atëre. Ndërkohë, Houston, you have a problem? Shumica po thon Apollo 13. Apollo 13 të filmi. Apo jo. Apo 13. Atëre, Apollo Ajo 13. kishte misioni që dështoi misioni, Që- por njëkohësisht ishte edhe një arritje teknologjike, Po, aftësia e njeriu, mendjen precis dhe teknologjisë njeriu. Normal. Më thënë aty ishte Vërtet, provë e fuqishme për njeriu. misioni për ta ulur në trullin e hënës dështoi, por ama doli me sukses misioni tjetër për ta rikthyer pas defektit. Po. Ta rikthyer. Kjo ishte edhe më me vlera, edhe më Po. me sukses. Po. Dikush po thot, hey Jude, Hey, Jude, Jude. Pse Jude? hey Jude. Pse Jude? Kujt e këndon ajo? Hey, I want to hold your hand. jo Jude, po kujt? Aty afër. Me Do karrinte, e kënonte Borbarda. me Do e karrinte, kënonte Borbarda. me Hey karrinte, Borbarda. me karrinte. Hey Borbarda. Po jo, hey, mirë kishe, po jo Jude. Po me karrinte Borbarda. Me Xhuxhat, hey Jude. Atëre, hey, Hey Jude, hey Jude. Hey Jude. hey Xhuxha. Atëre. Në Barbardës u zgjidh, u zbar. Tani kemi Edhe- një Një mister më pak, ë? Kemi Po. edhe infinit të tjera, por një mister më pak. Tani kemi një pyetje tjetër nga këto mistreckat. Nga këto pyetje tjetër. Atëre, kur një veshje je firmato, keni parasysh një veshje firmato, në fakt duhet i vjera naftë. Ja prisa ta shkruaj pak. Pra, kur një veshje je firmato, që sa e blen dyqanti, i vjera naftë. Duhet i vjera naftë, në fakt. Për arsye. Edhe kjo është shejtan pyetje. Pra, kur një veshje je firmato, duhet i vjera naftë. Pastaj kemi edhe një tjetër që ai film duhet marr shumë. Ai pyetja dytë. Mistrece. Atëre, edhe një tjetër. Sepse Edhe goja pyetje është nga tjetër, nafta. Goja me një Regjia. Kur punëtori naftës shkon ta blej. Jo, regjia Unë është më ndafsh. ka një problem me emrin tim. Ke për spanjoll. Okay, po. Atëre. Pra, kur një veshje e firmato, duhet i vjera naftë, po. Normalisht, unë nuk e di në i vjen apo jo era naftë. Po unë them se duhet i vjera naftë. Për një arsye që duhet ta gjeni ju. Në qoftë se Kur ja fal bosi punëtorit. Jo. Kur Pra, është imitim ose fake. jo, kur një veshje e firmato, E gjetim duket Valdeti prap. ha, Kur veshja është e firmës Diesel. kur është diesel. Kur është diesel për fal. Po ka film Kur është diesel. Atëre, shikon apo si funksionon tani. Tani kemi një pyetje tjetër. Po. Atëre, po të pyet me kujdes, ë? Cili film shqiptar mund të bëjë të mendosh se ngjarjet zhvillohen në Amerikë, në New York? Më saktë. Pra, cili film shqiptar, po ta shohësh këtu, Një pyetje nga YouTube po thot kur nisemi për New York, thot, pse rrotullohet, me që rrotullohet toka, pse nuk shkojmë dhe ne më shpejt ose më avash në New York? për këtë Toka rrotullohet, domethënë nga perëndimi në lindje, rrotullohet në këtë drejtim. Domethënë nga New Yorku shkon drejt Shqipërisë dhe nëse ne ngrihemi nga toka në atë logjikën e thjeshtë, nëse ngrihemi nga toka, ne duhet shkoputemi nga toka dhe na vjen New Yorku vetë neve.
por për 6 orë. Po. Por ideja është që për 6 orë. Më varet nga shpejtësia, por që ideja është që neve kur nisemi me avion nga toka, jemi duke lëvizur me shpejtësinë e tokës. Jemi lëvizur në këtë tim, bashkë me Evropën, bashkë me avionin nga New Yorku, po lëvizim larg New Yorkut. Po. Kemi shpejtësinë, kjo shpejtësi që kanë njerëzit kur janë ulur në tokë, kanë shpejtësi që i largohen New Yorkut nga Shqipëria. Dhe kur ngrihesh me avion, ti përsëri je duke u larguar nga New Yorku. Motori i avionit tenton ta kundërshtojë këtë shpejtësi. Ti afrohet New Yorkut, ta kundërshtojë. Ndërkohë avioni domethënë nuk niset me shpejtësi zero, niset me shpejtësinë e New Yorkut, që po vjen ty. Po. Niset me shpejtësinë e New Yorkut, po në të kundërt. Domethënë po shkove ti në New York, do vjen New York e ty. Po puna është që ti duhet të shkëputesh komplet nga toka. Po ti e ke shpejtësinë e tokës. Ti je duke u larguar New Yorku ndërkohë. Para se të nisesh. Po shumica nuk janë dakord, thonë që toka nuk rrotullohet, toka është stabil. Zgjohuni. Janë dy gjëra. Ose toka do rrotullohet, ose qielli do rrotullohet. Një nga të dyja do rrotullohet patjetër. Ne shohim që qielli rrotullohet. Tashi të lëvizi gjithë universi dhe ne mos lëvizim, është sikur të rrotullosh poçin, të vesh poçin që për të llampa në shtëpi dhe thuash që poçi nuk rrotullohet, por rrotullohet shtëpia dhe poçi rrin vend. Është më normale të themi që toka rrotullohet, ky poçi vogël. Jo i gjithë universi. Po përsëris të pyetjen tjetër pra, cili film shqiptar mund të bëhet mendosh se ngjarjet e filmit në u zhvillohen në New York? Femrat, thot, njëri e vitit 2013 me regjitë e Edmond Budinës. Çfarë thaj? Femrat. Po pse? Një tjetër thot filmit të Pabesët. Jo. Pra, cili film shqiptar mund të bëj të mendosh se ngjarjet zhvillohen në New York? Tom ka dhe shokët e tij. Po pse? Plastelina. Jo. Pra, cili film shqiptar mund të bëhet mendosh se ngjarjet u zhvillohen në New York? Jeni të indoktrinuar, thot njëri. Jo. Atëre. Tani, po i shtojmë një pyetje tjetër nga këto ala milioner. Mysafirët. Jo. Lena dhe unë. Jo. Ball për ball. Jo. Është një film tjetër. Shumë i famshëm shqiptar. New York. Është Po ta shikosh këtu thua, ore, u zhvillohen ngjarjet në New York ky film se. Tani. Forgive me. Jo, tani dëgjoni. John Leka djalja bazit. Jo. Ne, pa lidhje. Tani, mbi sipërfaqen e cili trup? Cili trup qiellor, një anije kozmike mund të ulet në detin e qetësisë. Pra, mbi sipërfaqen e trup qiellor, një anije kozmike mund të ulet në detin e qetësisë. Kjo nuk është pyetje Allasojçe, kjo është pyetje reale, më duket. Kjo është reale. A, Marsit, B, Afroditës, C, Saturnit dhe D, Hënës. Cila nga këto e ka sipërfaqen më të qeterën? Më të qetë? Eraldi e ti. Unë po e thash, iku puna. Atere. E zbulojmë masi ta kemë gjetur njerëzit. Hëna tonë shumica. Po do e jap ndihmën time masi të gjetur njerëzit. Pra, mbi sipërfaqen e cilit trup qiellor, një anije kozmike mund të ulet në detin e qetësisë. A, Marsit, B, Afroditës, C, Saturnit, D, Hënës. Forca! Marsit thonë disa, Afroditës disa, Saturnit. Jo. Po dhe pse, ha? Edhe i shtet vogël se. Hëna ka detin e qetësisë. Pra, ulet në detin e qetësisë. Kështu quhet ajo zona. Është një krater gjigant, shumë i vjetër, miliarda vjeçar, që ka rënë hën, dhe normalisht ka bërë një sipërfaqe të madhe, normalisht krater të madh, dhe ajo është sipërfaqe e drejtë. Dhe quhen detë sepse s'ka si grob, thellë hënës është gur më i fortë. Quhen detë më i drejtë. Dhe si errë, dhe duket si det. Po. Është pak si ultërsirë e madhe, grob. Tipo oqeani. Depresion i madh. Oqeani miniatur. Po, është e madhe. Një nga të frimat e gjatë ke hëna. Aty ku ul Apollo 11 tash. Aty e nuk tuma një
Tani, në to vende, ndryshme, po. tani vazhdoj me këtë pra. Cili film shqiptar mund të bëj, të mendosh, që ngjarjet na u zhvillohen në New York? Po ta marrësh kështu. Është shejtan o pyetje. Po është film shqiptar ama. Edhe kur them film shqiptar, do të thotë që kam ngushtuar shumë rreze se. A është komedi, pyet njëri? Jo, nuk është komedi. Toka është e shesht apo glob? Në Kur'an thuhet që është e shesht për kombët tuaja. E bëm tokën të shesht për kombët tuaja. Po. Në raport me kombët tona është e shesht. Për kombët tona, vetëm për kombët tona është e shesht, po. Ama si tokë totale nuk është e shesht. Dhe s'mund të jetë e shesht. Se çdo objekt i shesht do shtypet në vetë ku bëhet shumë i madh. Do peshoj, do shtypet, si thuhet? Po do trembroj vetë nga pesha. Nuk rinë dot e drejt, asgjë s'rin dot e drejt. Merr një shufër hekri e shkutësh e fortë, nuk përkulet. Merr shufën e hekrit të gjatë 5 metra më sipër, ajo bëhet si ujë, si vaj. Po. Nuk qëndron dot, nuk e man dot peshën e vet, as si lloj trupi. Bëhet fjalë. O do thyet, o do nuk bëhet. Do marrë gjithmonë formë sferike siç e merr uji, pika ujit. Nuk kemi pikë uji plak apo trekëndsh. Çdo gjë tenton ke rregullaksia, ke përkulja. Edhe toka po ashtu, është përkul me kohë. E ka marrë formën sferike. Atëherë. Njëri thot në Kur'an nuk thuhet që është e sheshtë. Për këmbët tuaja. Nuk thuhet që është e sheshtë, jo. Nuk thuhet. Aty kam një gjuhë që është një shprehje për këmbët tuaja, po. Atë po. A është vërtet që njerëzit e adhurojnë Saturnin pa e ditur? Po njerëzit e adhurojnë çdo gjë, po. Kur është adhurimi është koncept i gabuar. Tirana viti 0? Jo. Tori i dytë? Jo, as i treti. Filmi Dashuria Kuantike? Jo. Pra, në cilin film shqiptar? Pra, në cilin film shqiptar mund të bëjt mendosh se ngjarjet zhvillohen në Amerikë. Nuk jam dakord thotë që shufra e hekurit ka lidhje me tokën, nuk mund ta krahasosh thotë dikush. Krahasohet në kuptimin që sa më i madh bëhet objekti, edhe sa më i fortë jetë çon si ka nga forca, pavarësisht nga forca, kur bëhet zmadhohet, ai tenton gjithmonë të jepet, të përkulet. Çfarë do lloj trupi me qenë? E përkul pesha. Guri është i fortë, nuk përthyet. Ama vjen në moment që një pllakë gjallë shumë guri në ajër, po trik shumë në hava, do thyet pastaj. Nuk duron dot më. Çdo objekt tenton të mlidhet, të shkojë, të jepet. Nuk duron dot të jetë më i formën e vet. Materialin e tokës ne e dimë se gur ka. S'mund të jetë drejt guri. Nuk mund të marrë dot shumë. Për pyetjen na thon me çfarë fillon thot? Filmi. Po. Fillon me dokumentarin. Ka filmak dhe manafera. Atëre, është film, shiko, është një film që me siguri kanë parë të gjithë. Madje kanë parë 10 herë. Po që si vete mendja. Pra, është një film që po ta shikosh kështu thua, ore, por ngjarjet e këtij zhvillohen në New York kështu. Ka mundsi. Tani, unë po hedh edhe një pyetje tjetër nga këto mistreset. Ti thua, Donja nga qyteti tha. Jo, po. 14 vjeç dhëndër. Jo. Filmi zgjoj. Jo. Nuk lanë më film pa thënë. Jo, janë 300 sa filma shqiptar. Tirana viti 0 e tham që nuk ishte se po e përsërisim prap. Tirana viti hiç. Lashi. Jo. Lulkuqet mbi mure. Kur po them këtë, domethënë, pra, cili film shqiptar mund të bëhet mendosh se ngjarjet zhvillohen në New York, nuk po them në Amerikë, por në New York. Më eksplicite në New York. Edhe kjo është ndihmë e madhe. Kjo ka diçka konkrete. Në New York. Thuaj se deri nesër të rrim ne nuk e gjejmë. Do ta gjejnë se s'bën, s'ka mundësi. Tani, ndërkohë, u po hedh një pyetje tjetër. Gjeda në shtyll. Kur një diplomat nuk ndihet as pak i lirë, fare hiç. Cili film shqiptar mund të bëjt mendosh se ngjarjet na u zhvillohen në New York? Generali ushtrisë vdekur. Jo. Cili thatë një? Cili? Pra, cili film shqiptar mund të bëjt mendosh, pra, po ta shikosh kështu, që ore,
ngjarjet u zhvillohen në New York duket se e thot tash vet. Kur e gjem chat GPT-ja, thot njëri pyeti chat GPT-n se po portoj ti çoj pyetjen. Po nuk e as e di chat GPT, nuk e di chat GPT-ja, nuk e di. Chat GPT-ja është duke një gjuhë tash mësoj, kene. Ta mësoj këtë që ta fus. Je që priten. Jo. Perfekti. Prefekti është teatr. Atëherë cili film shqiptar mund të bëhet mendosh se ngjarjet zhvillohen në New York? Filmi Ego. Jo, pa. Kur ndodhet jashtë vendit të tij dhe është në presion politik. Jo. Është film tamam, film. Jo, e ka përse diplomatin duket. Domethënë dikush thot ball për ball, por nuk është ball për ball. Pra është një film shqiptar që ka një titull. Drilon. Kush? Drilon. Jo. Pra është një film Ball për shqiptar. ball, po thon prap. Si? Ball për ball. Jo. Për të kam një pyetje tjetër, por këtë do e bëjmë më vonë këtë. Dueli heshtur. Jo. Djelmoshat e rrezikshëm. E keni parë me 10 herë këtë film, sepse japin këto stacionet tona me fjalë pa pushim. Pavarësia. Jo. Dueli heshtur. Jo. Është film i vjetër apo i ri? I vjetër. Nëntori 2. As i treti. Do As i bëhet i treti. treti duket. Shiko. Do bëhet i treti? As i treti, as i katërti. Shiko, këto janë ndihma. As i treti, as i katërti. As i pesti madje. Dielli. Jo. Filmi Dielli? As i treti, as i katërti, as i pesti. Cili planet është më afër diellit, thot njëri. Merkuri. Mërkuri. Është dhe më i nxehti besoj. Në pjesën e drejtuar nga dielli Po. është 500 gradë. Në Po. pjesën e anër tjetër diellit është minus 130 gradë. A lëvizin jetë në të vërtet apo rrinë në vend? Rrotullohet. Një herë në 80 ditë rrotull diellit. Shumë shpejt dhe i tregon gjithmonë njëra faqe. Po. Ashtu siç hëna na tregon neve njëra faqe. Po. Edhe Mërkuri është bllokuar dhe tregon ja ka diellin gjithmonë mbi kokë. Dielli në Mërkur vetëm lëviz pak kështu. Kaq. Filmi kur zbardhi një ditë? Nuk rëndon kurrë. Kur? Filmi kur zbardhi një ditë. Jo. Nëntori para atëherë thot njëri. As i pari, as i dyti, as i treti, as i I shtatin bronz. I shtatin bronz. Nuk është i shtati, por është i teti? Hë? I teti në Alci. I teti në Bronx. Bardhili. I teti në në Bronx. bronz. Në Aha. Bronx. E gjetëm do me thënë. Po e gjetëm në Bronx. Edhe atë e gjetja Napolla. Bronx. E New York në Bronxi. Në Bronx, po. I teti në Bronx. Bravo. I teti në Bronx. Ja që u gjet. Ja që... Po ta shikoj, i teti në Bronx. Është New Yorku apo jo? Po. Puna që këta e mendojnë më të vështirë prandaj. Kemi thënë këto pyetje janë allasoje. Ura, thot Matej. Është allasojse. Po. Atëre, vazhdojmë një pyetje të tretë, tham, Unë një diplomat nuk ndihet fare i lirë, nuk Po. ndihet. Një diplomat kur nuk ndihet fare i lirë. Është gjithmonë i zënë. Hë? Se nuk i shohim yjet gjatë ditës. Kemi një dritë tjetër përpara që nuk na lejon të shohim yjet, po yjet E janë. fort. Po kemi teleskop dhe të Po. dim ku janë yjet më Po. të ndritshëm, ne mund të shohim edhe ditën. Po. Po kemi teleskop 12 inç ose më të madh dhe të dish ku është ylli, Me sa Siriusi, Antaresi, Vega e tjerë mund të shohësh edhe ditën. me sa di unë, Ndryshon për shfera shumë, për ne nuk me isha. sa di unë me sy të lirë mund të jetë diçka më shumë se 3000 yje. Po, në gjysmën e qiellit shihen Po. deri në 3000 yje. Po. Në gjysmën, edhe 3000 yje poshtë i vi Po. 6000 yje gjithsej. Po. Pra, kur një diplomat nuk ndihet fare i lirë. Ndalohen të përgjigjen Një diplomat. diplomat nuk ndihet i lirë në martesë. Jo. Kur e thret spaku.
Diplomati është i lirë gjithmonë, thot njëri. Jo, nuk ndihet fare i lirë. Kur e kupton që të çaj u desh shkolla. Jo. Diplomat. Në politikë, thot. Atëherë të ndoj, po kur? Kur presje, vazhdimi. Tani, unë po hedh një pyetje tjetër që është alla milioner, me 4 alternativa. Dëgjoni që pra, cili kompozitor i famshëm ishte njëkohësisht edhe ndjehri i Richard Wagnerit? A. Franz Schubert, B. Franz Liszt, C. Franz Lehar, D. Robert Schumann, sepse do ta zgjerojmë si gamën edhe për ata që merren me muzikë, po. Patjetër, në gjitha fushat patjetër. Pra, kjo është pyetje me 4 alternativa. Kemi thënë që Kjo është Diplomati është falco, thot. si? Kur diplomati është falco. Jo, është tamam diplomati, por nuk ndihet fare i lirë. Kur fjala e tij nuk është fjala e tij. Jo, nuk Kur flet ndihet. gjumë. Jo. Kur diplomohet. Jo. Kur është ai? Kur janë votimet. Jo. Pra, Kur flet me një filozof. kur flet me? Në një filozof. Jo. Po hona si ndriçon natën. A nuk është një poç atje lart? Jo, nuk është poç, është lun rolin e pasqyrës, që pasqyron ditën e diellit. Se dielli ka perënduar në tokë, nuk është natë. Këtu ku jemi neve. Po. Që jemi natë. Por hëna e shet diellin. Për aty ku është. Po. Dhe pasqyron ditën e diellit. Na vjen neve. Kur martohet. Kur martohet? Diplomati. Se martohen diplomatët? Jo. Jo, martohet personi që është diplomat, jo diplomati. Diplomati është profesor. Nuk ndihet fare i lirë kur është me diplom. Jo, pas ju vete mendja fare. Franz Liszt po thon për pyetjen tjetër ndoshta. Bravo, Franz Liszt, bravo. Franz Liszt, pra, ishte vjeri Wagnerit. Atëre, pra, ka filluar që e kupton Erald që duke e vënë mendjen punë tani edhe për këtë pyetje. Pra, fillon truri edhe pra vesh ato natë për ashtu. Atëre, edhe pyetja me filmin shqiptar, pra. Kur i delegohet diploma. Jo. Kur delegohet diplomat. Jo. Një diplomat nuk ndihet fare i lirë kur është? Kur jeta sociale është e kufizuar nga statusi dhe detyrat diplomatike. Kur është sëmurë. Ju dha një ndihmë shumë madhe. Kur është? Kur është mat. Mat. Jo. Kur është i shtrenjtë. Më dhat një ide për një pyetje tjetër, po do e bëjmë radhës tjetër. Kur është në burg. Jo. Kur me familjen e tij nuk është më diplomat. Jo. Pra një diplomat nuk ndihet fare i lirë, atëherë kur ai është kur është në gjykat. Jo. Është në punë, çfarë gjykate? Desha tash vetë tani. Forca. Pra, një diplomat kur është në zyrë. Atëherë them unë, po, kur është në zyrë, po kur? Në parlament, kur është baba. Jo. Kur është në grua. Vendi ku ndodhet. Po. Ai nuk gjendet i lirë. Nuk ndihet. Nuk ndihet i lirë. Pavarësisht mund të jetë kudo. Ti Eraldi e ka kapur, besoj, sensin. Unë kam një përgjigje, po. Gruan e thon të gjithë tani, po. Gruaja u amlidh ka të gjithëve. E sheta fam. Por është në punë. Atëre, unë do edhe një pyetje të fundit. Pra, kujdesa. Si do t'i preferonte ti kishte pacientët e vet një mjek ortoped? Si do të preferonte ti kishte pacientët? Mjeku ortoped.
Kur shef sekretaren, po thon për diplomatin. Jo. Forca, forca. Atëre. Një diplomat. Ka ujë në ndonjë planet tjetër? Ka në gjitha planetet. Thonë Në gjithë planetet ka ujë. Në Mars është zbuluar janë zbuluar depozita nga lajmet e fundit që kam lexuar. Janë zbuluar depozita të mëdha uji. Po, Marsi ka, hëna ka, megjithëse nuk ka atmosferë dhe është avullu tjetër, por ka vende në hënë ku drita e diellit nuk bie asnjëherë. Po. Edhe aty është minus 100 gradë, edhe uji është i ngrirë atje. Por ka dhe në toka e hënës. Po. Në përbërje bashki me gurët e tjerë. Kudo ka? Ke asteroidët, ke kometat. Po atëherë në qoftë se ka ujë, thot njëri, a nuk e kthejnë dot në oksigjen? Po e kthejnë. Po. Ka proces shumë i vështirë, shumë i gjatë, shumë. Po, ashtu është, por normalisht NASA edhe gjithë shoqatat e tjera që duan të shkojnë të bëjnë koloni nëpër planete, e kanë prioritet këtë gjë. Që të kthejnë ujin, elemente kimike atje, të kthejnë direkt atje, jo të marrin gjithmonë furnizim nga toka, nuk ja vlen. Që të bëjnë të krijojnë atmosferë. Ndërsa për këtë, se si do t'i preferonte pacientët një ortoped, disa kanë shkruar i thonë me këmbë të thyer. Jo. Të drejtë të qëndrueshëm. Jo. Se dieta që ortopeda është po si kur fillon dhe shan nuk është më diplomat. Thot jo. Me lek. Jo. Dhe i preferonte të shëruar. Forca. Se jemi në minutën e fundit apo jo? Po, jemi drejt fundit pak a shumë. Drejt fundit jemi tani. Atëherë, duke se do ngjelim për javën tjetër të pyetjet. Po, do ngjelin diet. Po gjithmonë do japin ndihmë, gjithmonë që të shkojmë drejt. Natyrisht ndihma vazhdueshme. Por ama siç dam ndihmën për pyetjen me Hey Juge. Cili planet ka ditën më të gjatë? Dita më e gjatë. Dita më e gjatë është ke Merkuri. Merkuri ka bë forcat tidale kanë drejtuar Merkurin të drejtohet gjithmonë diellit. Dhe dita e Merkurit ka nisur disa miliard vite përpara dhe vazhdon dhe ka përvazhduar gjithmonë. Për sa kohë do ekzistojë Merkuri. Do të thonë aty dita ka ngec, ditë dhe natë ka ngec. Kurse pastaj, po shohim pastaj më e gjata është varësi të shpejtësisë së rrotullimit të planetit rreth vetes. Kush rrotullohet më shpejt pastaj më ngadalë, do shohim pastaj edhe Jupiterin duke të rrotullohet shpejt. Po që Merkuri është ai që ka ngelur ditë gjithkohës. Ose natë, varësi e do. Ose perëndim. Me pacientët e ortopedit? Po. Të thyer do i donte. Si? Të thyer. Si të thyer? Në karrocë. Jo. Të thyer ku? Do i preferonte me lek, vazhdojnë të thonë. Po jo, po të thyer, mirë kishte, po të thyer si të thyer? Të thyer. Një ortoped preferon të dëgjoj pacientit se kur i dhem. Po dakord, po si? Shiko, ai që tha të thyer, i është larguar shumë afër. Në tru. Se përgjigja gjithmonë është larg. Të thyer në mes. Në mes, jo. Të thyer nga kockat. Të thyer ku? Të thyer në kokë. Jo. Me të thyer nga kockat? Jo. Doj Zoti? Ortopedi. Të thyer mirë kishte, të thyer. Po jo se për thyer. Jo, të thyer në. Po. Disa po thonë të thyer në pika. Jo. Po pika nuk thyet, se është objekt pa dimensione. Nuk thyet pika. Vija thyet, katrori, trekon që thyen, po jo pika. Atëre. Po zbulojmë këtë. Të thyer sepse në fakt e ka gjetur. Të thyer në bisht. Të thyer në mosh, të thyer në mosh. Të thyer.
Në mor. Se mund t'jesh i plakur, Po. po nuk e i thirrë në mosh, Në mosh, ashtu i do. duhet të rrëfyej mosha. Nëse, sidoqoftë, tregon që domethënë e kanë situatë që kanë kapur fillin, e kanë kapur edhe mënyrën se si të arsyetojnë për të arritur, sepse unë kam thënë që unë ndërtoj pyetjen në atë formë që të të shoj domosdoshmërisht e përgjigja. Po, është përgjigje mrena. Po, Shoqërohet bashkë me përgjigje. normale. Atëre, për javën tjetër do ngeli pra kjo pyetje me diplomatin. Kur një diplomat nuk ndihet fare i lirë. Po. Nuk ndihet fare i lirë. Nuk mund Unë e kam një përgjigje vetëm me 2 fjalë, nuk e di a është ajo, po. Tam. Në fakt përgjigjen e 2 fjalë janë përgjigje të gjitha po. Kur është i arrestuar, Jo. nuk po e gjejnë dot, më mirë ta lëm për javën tjetër këtë. Javës tjetër. Atëre, besoj se i arritën qëllimin dhe sot apo jo Eran? Po, mirë. Edhe njerëzit i arritën qëllimit, Po. deri diku. Edhe njëri po tregojnë, Edhe ne po ashtu i arritën qëllimin. po tregojnë sepse janë të situar në një farë mënyre kanë hyrë në këtë Kanë ardhur në frekuencë, themi në ashtu- rezonancë dhe në po, emisionin. dhe kjo është e bukura. E bukura është që përgjigjesh një batut. Pra, përgjigjesh një batut. Edhe kjo do thotë që ata që e gjejnë batut do thotë që e kanë sensin e zhvilluar të batutës. Po, dhe kuptojnë humorin, Po, dhe aty kuptojnë çfarë kërkojnë. janë pyetje me përgjigje humoristike. Në qoftë se ke një përgjigje dhe nuk Po. të bën të qeshësh, nuk është përgjigje. Pra, më them që e ndërtojnë atë formë që shkosh ke batuta. Të thuash një Po. batuta apo jo. Atëre, Eran, unë përshëndes, ju përshëndes të gjithëve apo të gjithë ata që Okej, pra, përshëndetje edhe nga neve. dhe miru takofshim Po kaloj sa më mirë këtë javë. gjithashtu Të dhe juve premten tjetër. edhe të premten tjetër. Bye bye. Okej. Mirupafshim. Pafshim.